Ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës Salburina Agjiu ka vizituar anijen Aroja, e cila gjatë lojrave mesdhetare Taranto 2026 është shndruar në shtëpi të përkohshme për sportistët dhe delegacionet pjesëmarrëse. Agjiu është shoqëruar nga ministrat Gashani e Krasniqi, si dhe ambasadorja e Kosovës në Itali Nita Shara u prit nga drejtuesi të Komitetit Olimpik të Kosovës. Kur korni fitore, pra kur ja dilni me sukses në këto gara që i keni, sigurisht që na bëni shumë krenar, neve, por edhe gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Vizita vazhdoi në hapësirat e anijes Aroja, e cila po shërben si një nga akomodimet kryesore në lojrat mesdhetare dhe ku qëndrojnë rreth 4000 persona. Kapitenët e anijes e mirëpritën ushtruesën e detyrës së presidentes dhe i ofruan asaj një vizitë të veçantë në qendrën e kontrollit, prej nga menaxhohet funksionimi i kësaj anije gjigante. Në fund të vizitës, për Agjiun ishte përgatitur edhe një dhuratë simbolike, një plaketë dhe një maketë i anijes saudite Aroja, si kujtim nga qëndrimi në Taranto. Ushtruesja e detyrës së presidentes Salburina Agjiu në përfundim të vizitës foli edhe për radio-televizionin e Kosovës. Intervistën e plot me Agjiun, RTK do ta transmetojë sonte nga ora 20:10. Nga Taranto, RTK po përcjellet nga afër paraqitjen e sportistëve të Kosovës në lojrat mesdhetare Taranto 2026, si dhe aktivitetet e delegacionit kosovar.